Pas hapit të parë me Festivalin e Diversitetit, Komiteti LGBT në 2013 do të bëjë paradën e tyre. Komuniteti organizator i paradës të LGBT-ve ka nisur punën për të marrë me detajet. Parada do të organizohet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, bulevardin kryesor të Tiranës, dhe do të ngjajë një paradë siç bëhet në vende të tjera të botës. Këtë marshim të LGBT-s, drejtuesit e komunitetit e kanë cilësuar si një risi në jetën sociale dhe politike të Tiranës, por edhe të gjithë Shqipërisë, për shkak se Festivali i Diversitetit, i mbajtur në maj të këtij viti, ndodhi pas një situate të tensionuar me zëra kundër dhe pro. Komiteti LGBT thotë se për paradën e vërtet që do të mbahet, ka nevojë për më shumë mbështetje nga institucionet publike dhe shoqëria civile. Për më tepër në këtë paradë do të ketë edhe LGBT nga vende të tjera të Europës. Sipas planit të parë, lesbikët, gejt, biseksualët dhe transseksualët do të marshojnë përgjatë bulevardit kryesor, duke mbajtur flamurin me ngjyra. Kjo sipas tyre për të kërkuar respekt, barazi dhe dinjitet për të drejtat e një ndër komuniteteve më të përndjekura në Shqipëri. Sipas një komunikimi përshtyp të drejtuesve të këtij komuniteti, thuhet se Parada e Tiranës 2013 do të përbëjë edhe një sfidë për mentalitetin e vjetër, i cili paragjykon, diskriminon, dhunon, përjashton apo kërkon lënien në harres të personave me orientim seksual dhe identitet të ndryshëm nga i shumicës së popullsisë, për shkak sepse ata shfaqin orientimin e tyre seksual haptazi në publik. Edhe në këtë rast, nuk do të mungojnë zërat pro dhe kundër të kësaj parade, të mbështetasve dhe të homofobëve, por që sipas këtij komuniteti, nëse gjithë shoqëria do të punojë për këtë marshim, nuk do të ketë incidente të padëshirueshme.